kur mund me zgjidh këtë problem. Mirë, nderuar, po të premtojmë që këtë ankesë po ja dërgojmë kryetarit edhe po mundohemi me pas përgjigje dhe kemi me kohë në kontakt të vazhdueshëm. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Jemi me frekuencat 95.2, 90.8, 048 400 004 është numri jonë i telefonit e një telefonat e kemi tani. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, kush po na telefonon? Nga Prishtina, në lagjën Miliata Jeti, vetëm lagja ju nuk ka ndriçim. Mirë. Që sa kohë është në rrugë shumë e shkurt. Po, zoj, ne kemi folur për këtë çështje me komunën e Prishtinës dhe ata kanë përmenduar që deri në fund të vitit 90%, se jo 100% e Prishtinës do të mbushet me ndriçim të ditës. Kështu që por ju informojmë që edhe kjo ankesë është nisë në komunën e Prishtinës. Ju ftojmë që edhe juve edhe ju të bëni një ankesë. Faleminderit shumë. Do të më bëni një përshëndetje. Është fituesja e Millit Finesa, Lavdije Jakaj në Xërc, edhe janë duke na ndëgjuar në Kerr, kështu që urime gëzuar për hajër është Milli Finesa, Lavdije Jakaj, big up për Milotin që na çoi këtë informacion. Super, pra urime për zonjën Lavdije, faleminderit Are për këtë informacion. Ne me njëherë po shkojmë me telefonata tjera. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, urnën, nga për natërni? Prej Prizrenit të telefonoj. Po. Kemi problem me një rrugë Alin Byty, që vetë një rrugë në Prizren në të lagja Artokollit. Është e pashtrume, pa ndriçim, pa kanalizim, nuk e di që kanë puna e kushtë. Okej, do të interesohemi dhe në momentin e parë që të marrim përgjigje, do t'ju njoftojmë Prizren. Do më thonë rruga Alin Bytyqi e dhe në respektori kosht. Po. Do më thonë dogja për një ortokoll, me njëherë në gjithë me ortokoll. Po informojmë me njëherë edhe pastaj do ju kontaktojmë në rast se ka ndonjë përgjigje apo ndonjë intervenim, në rast se ka ju ftojmë edhe juve të na telefononin i vend. Faleminderit shumë. A ka nevojë më quhen në video? Po nëse mundesh lutem, faleminderit shumë. Nëse mundesh. Edhe ato do t'i bëjmë se kemi krejt. Po, faleminderit Prizren, të dëshiroj një vikend kanë shumë ty gjithë Prizrenit. Are, sa po pranuam më herët disa ankesa për rrugën Ahmet Delia dhe rrugën Miliata Ajeti që nuk ka ndriçim publik. Komuna e Prishtinës del me përgjigje që deri në fund të dhjetorit do të përfundohen tërësisht. Shkojmë me telefonatën tjetër? Alo, mirëmëngjes. Ja pra, kemi pak me sa duket e ndërpreo, por që vazhdojmë të pranojmë telefonata të tjera këtu në emisionin Folmari. Ja e kemi tani një Alo, përshëndetje? Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, së s'ponini mirë, nga po na thëni? Nga Prizreni. Po, Prizren, është një Lipjan, tash Prizren. Qa ka Prizreni? Mirë është sot mote, është duke ro shia, diçka. Është duke ro shi. Po. Është super. Super, gjithë është Prizreni super. Falenderoj për emisionin që jeni të bën. Faleminderit shumë. Dhe emisioni që lull, Prizreni është duke shëndrit. Ditë me shi, ankesa s'ka. Nuk ka ankesa në Prizren. Ja, s'ka ankesa, se kush jeton Prizren e ka një ekstra. Është duke punu kryetari shoqëritoj. Mirë, faleminderit. Po. Po na gëzon. Ani pas balotazhit, pas përfundimit të zgjedhjeve, sepse jemi të angazhuar natyrisht, do vim do ju vizitojmë pak në Prizren më herë të shohim se si është. Po, me pini kafe të lumi është fenomenal. Bravo Prizren. Faleminderit shumë. Edhe na gëzojnë kur marrim lajme të mira. Natyrisht. Edhe nga Prizreni, edhe nga gjitha territoret apo komunat e Republikës Kosovës, se gaboj do të më shkojmë me marketing apo jo? Po, shkojmë me marketing me pak muzikë mirë në Klan Kosova FM e krejt këto telefonata natyrisht që i presim pas pak.